doli dhe mori ato mandate sepse bëri fushat sikur nuk ishte fare president i zgjedhur i Republikës. Bëri si përfaqësues i opozitës. Kurse tani në burgun e vërtet ku ndodhet, tani po bën një sfidë tjetër duke ikur nga lista e sigurt aty ku e kishte mandatin në xhep dhe me thënë drejtën një njeriu në ato kushte. Jo se si duhet një mandat parlamentari, fiks në ato kushte, i duhet shumë. I duhet, se ta thash, pra automatikisht ai fiton mandatin i Lirohet nga Qelia. Kjo është pak po e sigurt. Kjo është kurse kështu rrezikon, kuptimi që është listë hapur. Kjo është një lojë risku që ai e ndërmerr dhe kjo tregon me thënë drejtën, e tregon më të pjekur se sa Berisha i cili ka mbledhur gjithë ato Zoj të kloçkës kur i thonë ato të vjetrit në listat sigurta etj. Jo, bënde dallim nga gjithë aleatët e tjerë të koalicionit, thotë nuk jam si këta. Vrapuan për të futur në listë sigurt. Nuk jam si këta, çik më ndryshme. Dhe del në fush në mënyrë që t'jap një shkarkesë elektrike Partisë Lirisë e cila për mendimin tim me ikjen e çiftit që ka përfaqësuar brendin e partisë që nga 2004 për mua ka humbur shumë çka dhe është thellësisht e dëmtuar në këtë zgjedhje. Dhe objektivisht nuk e di ma ka humbur, por që është e goditur e dëmtuar patjetër. Lutem. Se dim se të shohim zgjedhje si del. Më fal sokun, unë bëj analizë. Shoh që dy persona që e kanë themeluar partinë. Po, patjetër, goditja e rëndë, patjetër. Tani, nëse s'biem dakord që është goditja e rëndë kjo. Sigurisht po. Tani më fal, sepse vet partia psoi një çarje kur vet çifti psoi një çarje edhe personalisht mes tyre. Pra, do jap dha unë argumentin sa. Lutem, argumentat jepeni, unë po jap argumentat e mia që juve me gjithë respektin zoti Blushi, pa Ilir Metën dhe pa Monika Kryemadhin, po përjetoni një fushat si jo fushatet e tjera të paraardhëse. Ne e dim, kanë qenë dy fuqi elektorale shumë prezente. Monika ka qenë organizative. Absolutisht. Edhe në terren, Ilir Meta ka qenë politikisht pastaj. Ka pas një imazh, fuste një imazh frike te kundërshtarët, me thënë drejtën. Tani, këto dy imazhe nuk do të jenë në fushat, me gjithë respektin për gjithë personat që mbeten aty. Unë mendoj që kjo është një malore që Meta e lexon shumë mirë për mendimin tim. Po derisa bën atë lëvizje po. Po, duke zbritur në listë të hapur, ai jep sinjalin që duhet vrapuar për vota që të fitoni për mua, po që të mbajmë gjallë edhe siglën politike, mendoj unë. E vërtetë është. Te thotë që nuk është ndjer, besoj tronditja është ndjer, patjetër, po. Pastaj me çfarë pasojësh janë? Përse nuk ka tronditje, sepse vendimet e marra në konventën historike të 27 prillit ka qenë vendime politike të një forumi më të lartë drejtues të një force politike, që është konventa, cilët në mënyrë masive, në mënyrë krejtësisht demokratike, kanë qenë gjithë mediat të pranishme, kanë votuar për ato vendime historike, pra luftën kundër nepotizmit në parti, dhe në qoftë se nepotizmi do të ishte një vlerë, unë jam i bindur që do të kishim tjetër vendimarrje. Por përsa kohë kjo parti votoi kundër nepotizmit, votoi kundër kolonializmit, votoi kundër dy elementeve, votoi kundër dy fenomeneve që në të kaluarën, cilat kishin ngritur ekzistencën e vet. Votoi kundër dy fenomeneve. Në mend thonë atëherë Fatosmani lëvizja Skaparlive Tinatosur. Është forumi më i lartë. Dhe të pretendosh që ka pasur një vendimarrje individuale apo ku e diun se çfarë, është të fyesh të gjithë ata delegat nga gjithë Shqipëria, nga Tropoja deri në Konispol, me vullnetin e tyre, kanë qenë të gjithë mediat e pranishme, vendosën të ndahen një herë e përgjithmonë nga këto dy fenomene dhe votuan pro meritokracisë në parti, pra nuk ka më nepotizëm, nuk ka më kolonializëm, sepse janë dy fenomene të cilat në vlerësimin e antarësisë së thjeshtë të partisë e kishin dëmtuar këtë forcë politike. Që pagonte 300.000 euro apo 500.000 euro për të emëruar një prokuror dhe një gjykatës, pra janë qirakët e simboleve më të urruara të korrupsionit edhe në sistemin e drejtësisë, për cilin këta djemë të rinj në mosh, por shumë të vjetër dhe shumë të plakur në mentalitet dhe në mënyrën se si e bëjnë politikën, i shbën me një të rënd të lapsit. Sepse ti të pretendosh që sill një frymëtare politike, kur fut në listat e deputetëve, fut gruan në listë, tani më vjen keq.
Tjetri fut babaj në listë për deputet. E para tregon dhe njerë që s'ke as elektorat se. Jo, ideja është kjo. Kur s'mush do të listat e kandidatëve. Kur s'mush do të listat e kandidatëve. Pra parti në tonë. Ma tani Martin, nesa ma thuj për çfarë tjetër gjë e ka. Ato janë fake opozita. Për çfarë tjetër gjë e ka. Ti nuk gjen dot njerëz me fut në listë. Pikërisht. Që të tërhiqen, kjo është. Çfarë do të ti s'ke besim as te anëtarët e partisë tënde? Tani kjo tregon, pra ne po luftojmë. Po marr, ky është rasti më i mirë. Po unë jam me tetin, kjo është ata s'kan njerëz me fut në listë. Më fal, nga janë është partia i përmend ajo rastisht sepse me që po diskutojmë nga janë nuk i dihet numri 2 më sokol. Nga janë kemi fort. E ke thënë vetë, nuk i dihet aty asnjëherë si dihet numri 2. I përmenda ju kërkoj ndjes për i përmend ajo rastisht sepse për të treguar qartësisht diferencën mes Partisë së Lirisë dhe këtyre partive të pra kemi një parti lirie e cila godet nepotizmi dhe kemi forca gjasme të reja që në fakt janë fake opozita të stisura, të krijuara nga Edi Rama në çdo palëzjedhje, të cilat nepotizmin e lartësojnë edhe në listat e kandidatëve. Imagjinoni nesër ç'mund të bëjnë në pushtet kur ta bëjmë babën kryetar kuvendit. Po tash babi kryetar kuvendit, mamaja kryetare parlamentit. Martin, falë se Jo, s'ka gjë. thjesht një batutë miqësore me Tedin. Fal, ka qenë okay 20 vjet që Partia e Lirisë dikur lësi. Dhe antarësia miratoi ato ndryshime statutore për cilat ne na bëjnë sot krenar dhe balart edhe para votuesve shqiptar dhe janë një garanci. Pra thoni që e pastruan partinë? Janë një garanci. E pastruan partinë nga një pjesë e imazhit të dikurshëm, po thonë. Nuk është pastrim është. Po dhe pastrim është drejt diku. Është goditje e dy fenomeneve. Se ishte ideja ikën burri ale gruas. Jemi vetëm Berazës ka parli, pra janë dy pjesë që është goditje e rregullojnë imazhin ose e rregullojnë imazhin e dy fenomeneve dhe lartësimi i një vlere siç është meritokracia brenda Partisë së Lirisë për një garanci më shumë përballë edhe votuesve shqiptar që kjo forcë politike në 12 maj në qeverisjen e vendit do të luftoj pikërisht këto dy fenomene të cilat sot e kanë shkatruar në themel administratën publike dhe jo më kot mund të referohem rastit të tatimeve, të doganave apo lidhjeve të gjithfarlojshme nepotike, përfshi dhe këto partitë e reja që garojnë sot në zgjedhje, ku siç e keni parë, pra garon kryetari i partisë dhe gruaja në një listë deputeti. Edhe vajzat ndonjëherë, të dyja bashkë. Partitë e reja. Edhe babai, se babajin e kishte hequr. Partitë e reja të Edi Ramës, garon kryetari, djali, futet edhe babain në listë. Dash Sula tha sot është për lapen, pa në thash është Sali Berishës, pa e gjeje tani këtë punë. Tani rasti Dashi tregoi edhe një se çfarë fake opozite kemi me këto tash quajtur partitë e reja. Është qershi ambitort që e zbeu gjithë propagandën e shëmtuar, të investuar edhe direkt nga Edi Rama për të lartësuar disa parti që nuk janë as parti fare. Pra një parti e cila ka vetëm dy kryetar apo dy parti që në fakt vijnë nga njëjta parti. Njëri Qiraku i dikujt që është akuzuar që pagonte 300.000 euro apo 500.000 euro për të emëruar një prokuror dhe një gjykatës, pra janë qirakët e simboleve më të urruara të korrupsionit edhe në sistemin e drejtësisë për cilin këta djemë të rinj në mosh, por shumë të vjetër dhe shumë të plakur në mentalitet dhe në mënyrën se si e bëjnë politikën, i zhbën me një të rënd të lapsit. Sepse ti të pretendosh që sjell një frymëtare politike, kur fut në listat e deputetëve, fut gruan në listë, tani më vjen keq. Tjetri fut babaj në listë për deputet. E para tregon dhe njerë që s'ke as elektorat se. Jo, ideja është kjo. Kur s'mush do të listat e kandidatëve. Kur s'mush do të listat e kandidatëve. Pra parti në tonë. Ma tani Martin, nesa ma thuj për çfarë tjetër gjë e ka. Ato janë fake opozita. Për çfarë tjetër gjë e ka. Ti nuk gjen dot njerëz me fut në listë. Që të tërhiqen, kjo është. Çfarë do të s'ke besim as te anëtarët e partisë tënde? Tani kjo tregon, pra ne po luftojmë. Po marr, ky është rasti më i mirë. Po unë jam me Tedin, kjo që ata s'kan njerëz me fut në listë. Më fal, nga janë është partia i përmend ajo rastisht sepse me që po diskutojmë nga janë nuk i dihet numri 2 më sokol. Nga janë kemi fort. E ke thënë vetë, nuk i dihet aty asnjëherë si dihet numri 2. I përmenda ju kërkoj ndjes për i përmend ajo rastisht sepse për të treguar qartësisht diferencën mes Partisë së Lirisë dhe këtyre partive të pra kemi një parti lirie e cila godet nepotizmin
dhe kemi forca gjasme të reja, që në fakt janë fake opozita, të stisura, të krijuara nga Edi Rama në çdo palëzjedhje, të cilat nepotizmin e lartësojnë edhe në listat e kandidatëve. Imagjinoni nesër ç'mund të bëjnë në pushtet kur ta bëjmë babën kryetar kuvendit. Po tash babi kryetar kuvendit, mamaja kryetare parlamentit. Martin, falë, se Jo, s'ka gjë. thjesht një batutë miqësore me Tedi. Ka qenë okej 20 vjetë që Partia Lirisë dikur LSI-a ta kultivonte pikërisht këtë model dhe ta shiste si model suksesi. Më falë tani, të lutem. Jo, më falë, po vendimet 27 prillit Ata kanë thënë, fuqia jonë është ky binom. Meta kryemari, 27 normal. prilli. Apo jo? Dhe ka qenë i palovisur. Jo, vetëm kaq, po patjetër. kulmondet e majit të morit partia. Partia e Lirisë e mori vendimin. Tani nuk kemi çfarë të diskutojmë për një vendim. Puna është momentin që kanë Të godit. shohim para, të shohim drejt Duhet ta fitores. merrnit ju, duhet ta merrnit sepse fenomenin e keni përfaqësuar ju deri tani. E drejtë është kjo. Kjo është kjo, ka sens. Por ama Ne jemi godita. akuzuar, ne jemi akuzuar. Jo, po ka qenë formulë suksesi. Çaj tonim ne gjithë kur kritikonim, një që e ke parti familje, e dyta që e ke, ja ka thënë Fatosnan, ne lëvizja s'ka përditë në ato. Me këtë çështje kemi mbyllur në 27 prill të vitit të kaluar. E vetme që s'ka ndryshuar është Ilir Meta, po pastaj këtu hapet diskutimi, a ka dot ajo partia, a ekziston ajo parti pa Ilir Metën, për fat keq jo se ky është formula e partive sot që për ndryshimeve kushtetuese. Partitë janë lideri dhe kaq, këtu fillon dhe këtu mbaron filmi. Më fal, edhe në garën për vetë zoti Meta hapi garë edhe për pozicionin e vet. Konkuroi një kolegu ynë. Luani. Marama. Jo, them konventën e 20 Kush konkurroi për? Faik Basha konkuroi për zëvendës. Mi okay, se këtu pastaj qeshim gjithë, jo për shkak të Faikut, për shkak mbiemrit. Pas ka me qeshtë, duket. Po Martin, Dakor, po. ky ndëgjoi mbiemrin Basha, ky fillon qesh direkt. Martin do të thosh apo do qesh me Bashën? I vetmi kandidat që mori kurajon dhe për cilin edhe meritojnë atë kohë vlerësim për kurajon që mori për të rivalizuar zoti Meta në drejtimin e partisë, besoj partia dha përgjigjen. Tani Ja, e vërtetë. ky është vullnet i Ky është vullnet dhe ky është sistemi politik, edhe për shkak po duhet ta theksoj përmes një procesi tërësisht transparent, si nasin forcave politike, kur gjithë mediat ishin të pranishme nga fillimi i punimit. Mirë, po tani ka dhe gjë kur Ilir Meta